Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Oda Podcast. Unë jam Marko. Unë jam Manjola dhe si gjithmonë mas kamerave kena producentin ton Elvisin. Për ju miqtan, sonte kena një djalë shkodret. E tha me buzëqeshje sepse e di që ju e bëjmë pak me hile se bim shumë shkodran. Por një djalë i ri, i talentuar, marrën studimet e larta për muzikë dhe sonte për ju kena Arsit Çekën. Mirë se erdhe në Oda Podcast. Mimrama, mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën dhe suksese podcastit tuaj. E kam njeh shpesh emisionet dhe shumë i bukur, diçka gjeton mirë dhe shpresoj suksese në vazhdim. Faleminderit Arsit, mirë se erdhe. Edhe ti e ki po shpesh ti shikoj marr gjithmonë se s'po gjen gjë fola se ki. Po ka hej në zonën me producentin. E di se në fakt na I bëjmë këta I nxarrim episodet e reja në përshtunë dhe e di që pranë të shtunë diles nuk kopeni në asnjë lloj mënyre. As producenti nuk e shef. Jo, atë ta vajve që as producenti nuk e shohim. Por kjo ishte thjesht sa për me hap emisionin dhe Marko po pret me padurim me ta bë pyetjen e parë. Jo, dhe jemi thonë mirë se erdhe në Oda dhe faleminderit shikar se ka herë njeriu nuk ka kohë dhe pse bën ftesë dikujt, sa shumë I zonë, sidomos në Amerikë kena shumë punë. Faleminderit për të që na vlerëson sa vlerësim për ne. Për kujto që vjen po edhe për ty, je një djalë I talentuar që unë sot të njoh personalisht, por të kam pa jo vetëm këtu në diasporë, është në diasporën e Michiganit, që merr pjesë në shumë jo vetëm në mramje dhe në darka të shqiptarëve këtu në Michigan, por edhe në për koncerte që bëhen këtu, që marr pjesë, por gjithashtu kam pa edhe në Shqipëri, je shumë I talentuar. Je një instrumentist që më thon drejtën jo vetëm nga që më pëlqen folklori, por shumë ku I pëlqen folklori dhe e bën çdo mramje edhe çdo gëzim familjar e bën më të bukur. Faleminderit. Faleminderit shumë për fjalët e mira nga të dy, ju falenderoj nga zemra. Atëherë unë mundon të jap maksimumin gjithmonë në çdo ambient, qoftë koncert apo gëzim familjar, sepse ai që të ka thirrë në radhë parë të ka respektu, duhet të bëj pjesë të familjes tij. Absolutisht. Edhe mundohemi të japim maksimumin të argëtojmë njerëzit. Kjo si punë ka fillu ka prej vitesh, me që me përmend edhe në Shqipëri dhe në diasporën e Michiganit. Unë në Shqipëri disponoj edhe 22 antar stafit me Topana. Të edhe në Amerikë po jemi staf pak më I vogël, sepse të funksionon ndryshe. Drejt tash ka rezultuar me shumë sukses. Falenderojmë Zotin dhe falenderojmë njerëzit që na dojnë punën dhe na vlerësojnë e na bëjnë pjesë e gëzimeve të tyre. Arsit ke gjë të bukur se as Shkodra nuk lën me ik, edhe as Amerika si. Kujtoj e ke do gjysë 50-50. Po them pra se e tesh sot fillojnë veras, ma do mendje që të kena në Amerikë. Unë iku para pilotit. E bukur, domethënë edhe këtë verë po tjetër që kime kanë në Shkodër. Po në Shkodër. 2 muaj korrigush, gjithmonë I kaloj atje me aktivitetet. Velipoj në shoh vetëm në telefon. Mas më thuj që s'ban plazh. Ja, s'pak. S'ke kohë. Nuk kam kohë për zotin. Fëmijë është e pjesë për mu. Po mirë, edhe tonet martës mërkurë 7 ditë të javës drejt dark pa ndalim. Me që merreni ju lutem që pas keni këtë punë kaq të zonër? Në kontraband të punësh. Bukur kjo. Po ti është sezon faktikisht. Edhe gjithë emigrantat kthehen edhe bëjnë dasmat edhe nga që është sezoni I shkurt vetëm 2 muaj edhe automatikisht shfrytëzojnë çdo ditë. Edhe ashtu, hajtë. Ka herë që na shef me bëni ditë pushim po të vjen edhe turp. Mi thonë, është dhe sakrifikojnë, po prap qeshori, shtatori është më I lirë, normalisht të shfrytëzojnë për plazh. Është edhe më qetësi. Normal, atë një gjë, dhe koha mirë atje më, ke deri në fund shtatori që mund është lirshëm për me shiu. Unë edhe shiu më shumë faktikisht kur nuk ka shumë kallambllëk. Se në atë muzikë s'keni nevojë për qetësi. Po, keni një shumë tonë verën të çtu por zotën apo në rreth. Ja, kjo fantastike. Derisa më thon diçka, fatmirësisht ose fatkeqësisht ti të shti je pjesë e diasporës. Je pjesë, jo vetëm e diasporës, po je edhe pjesë atyne milionave emigranta që po largohen nga Shqipënia. Pra je një individ I cili ka marrë talentin e tij me veti, ka marrë artin e tij me veti
dhe e ki pru në diasporën e Michiganit, pra në Amerikë. Gjithashtu, kemi ballë jetën tënde. Por kjo është edhe një herë një shembull që njerëzit që na njekon me kuptu dhe me pa se sa dëm i bën Shqipënisë, që për vite me radhë ikun rini dhe dje me vojta të reja si puna jote, dhe në njëjtën kohë, në vend që të napim atë talentin dhe artin, apo dikush tjetër që është sportist në vendin tonë, duhet mu largu edhe marrë në diasporë, ose marrë në emigracion. Për shikuesit të cilët ndoshta nuk e kanë informacionin, megjithëse ju keni dhënë shumë intervista në disa televizione të ndryshme në Shqipëri, po edhe këtu në diasporë, ishte kanë interesante me ditë si ti e nise muzikën. Pra, nga të ardhi ajo dëshira. Atëherë, të them drejtën rreth moshës 8 vjeçare, 8 vjeç e gjysmë domethënë, pak po e bënon, më mend që kam fillu me lidhje akoma sot me babën e me nënën, më thonë kur keni vogël ke marr lapsat librat e këto. Po, me jazz me bateri. Po, me kjo. Edhe ashtu fillova si fëmija, edhe më mend një javë para se mi mush 9 vjeç, baba vjen, ne ishim 4-5 me shtëpi dhe kishte vu baba një zile kështu me kabull, po i bite ziles poshtë, mos me bërtit. Edhe i vjen asaj ziles, edhe dal në balkon, hajde thot i rulë poshtë. Edhe ulëm me një mu, se diçka kuptova se do me një mu. Kur ka hap derën e makinës së bagazhin kret, kishte blej baterinë. Si surprizë për mu. Sa bukur. Edhe kur don për mua ishte mrekullt. Në dhurata më bukur një temë, atëherë më mend çikotin, sepse morja që u ndeshta. Aty vazhdova autodidakt vetëm, pa mësues, masanaj më mend rreth moshës 11 vjeç kam filluar kurs fizharmonike, se nuk kishim mësues perkusionit. Po. Në Shkodër kam filluar paralelisht edhe fizharmonikën, pra mas 2 vjetëve, i kam një paralel të dyja. Hynë në shkollë muzikës, konkurova, fitova, studiova 4 vite fizharmonik. Edhe gjithmonë të masalon perkusionin. Aty ishte zemra, shpirti jam gjithmonë. Konkurova masalon në Akademinë të Arteve, fitova edhe aty për pedagogji muzikore. Mbarova 5 vjet fakultetin. Nuk i kam datë në studimet, aty në Tiranë pa, aty kishte për perkusion, po privat jo shtetënore. E kam një paralelisht edhe shkollën e shtetit edhe private perkusionin, që mas me lënë mësdoret. Edhe me të dyja domethënë kam punu dhe si mësues kam punu dhe vazhdoj prapë të mësim, po ashtu edhe me perkusion vjetësh. Bravo, shumë bukur. Ja ishte interesante kjo sepse në këtë për mua je shumë i ri me pas ta këtë volum punet. Jo vetëm studime, po edhe në mësime mi bë mi kalu tani këta, edhe njëri kur ka me pasion i kryen këta. Se po se pa të pasion nuk mundesh nërta dhe mi arrit. Ashtë e shpreja në që se bën punën që ti dëshiron, s'ki punu kur, pra nuk i lullë kur. Tamam, shumë vërdet. Edhe si nëllë kja ardhja të shti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ishte dëshira jotja, ishte rasi, apo si nëllë? Fitova letrat, edhe a di si gjë po shpashkaj për vaj herë. Si është atje, se ishte diçka që s'kisha ardhur asnjëherë. Vetëm do të kisha ndëgjuar prej tjerëve dhe më thonë si është Amerika, si punojnë, si jetojnë. Edhe normalisht kur vjen fillimi me ato fjalë të tjerëve, gjithçka duket si po thonë tjetër. Kur e provon vet, e shkel vetë, si thonë gjithçka, aty e shoh domethënë pjesë. Unë kur kam marrë në fillim, ka qenë data 1 mars 2020, edhe mos e gabosha 16 mars koronavirusi, si për gjithë klubin. Po, për ta në botë. U mbyll me në shtëpia. U fut me në gjak. Ta marrë gjak se. Mëse më në fillim kem bë punë thjeshtë, domethënë normalisht s'kishte muzikë atëherë. Mësënej, po shumë shpejt, punë 2-3 muaj jam njoft me Elvisi, më ka prezentu baba, edhe me Fran Lucaj, kantarin e menjor këtu. Elvisi me Franin më kanë dhënë në dorën 2 portë që më kanë nxjerrë në skenë edhe në publik në Amerikë. Don kush më njeh mu për artistëve të tjerë të Amerikës, komplet Amerikë, merita është Elvisit edhe Franit. Ta më kanë nxjerrë për herë parë. Bravo. Është bukur kur je mirënjohës dhe nuk i harron njerëzit që ta kanë dhënë dorën e parë, sepse në një vend të huaj, në një vend që s'ke njoft kërkëndin, si thek e ardhë, është jam shumë mirënjohës, sinqerisht. Se ti jam gjallë, unë jam mirënjohës Elvisit edhe Franit sepse më kanë hap dyrt. Kanë thonë kjo është puna, po. Unë vazhdo. Tash bën çaj zoti me bë. Talentin e ke pas ti, dorën ta ka dhënë dikush. Mundesh me pas talentin po s'patë dorën ti ikte dëm, mundesh me pas një anën po s'ke tjetër, domethënë se po mos e kishe pas talentin, s'kishe me ec me kënë kaq shumë përpara. Ajo është domethënë ti pas. Elvisi edhe sot e kësaj dite vazhdon prap. Edhe pse mund ta kem në thojë një emër, tash s'po them emër, sa fjalë e madhe. Po prap vazhdon domethënë, edhe ty kur nuk njeh dikush prap, se janë gjithë njohin dihet. Elvisi prapë më të reklamin për mua, fjalët e mira për mua, gjithmonë gjithkund.
Ose mos me thonë që me lëvizje njëra po thuaj se pa ndashëm, çdo eveniment jena gati bashkë. Rrallë në qëllën me kënë. Ndomas. Në veç kur të kanë zonë dikon tjetër para se më zonë. Vetëm edhe i fjetë të zhvem kunur. Në që, të përna bën gjelos, Markun se jo mu, sepse kishim edhe një të ftum tjetër, edhe Franin, edhe si e përmenda edhe ti, edhe Frani tha të njëjtën gjë, më shumë kam shku në për hotele me Elvisin se me gruan teme. Hotele kena fjetë në domë. Adhaj, por këta janë kujtimet bukura, në fakt këta janë gjëna që shoqënia vërtet shikohet, edhe shoqënia në diasporë si ta ndihmojmë njëri tjetrin, si ta tërhikum t'ja japim dorën dikujt sepse të tanë kena nevojë me na Si çdo komunitet edhe ne duhet të jena kontribues për njëri tjetrin. Patjetër. Arseto ndërsa më bën një pyetje tjetër, si ishte periudha, si e përjetove atë ardhjen nga Shqipëria në Amerikë, se tanë e kanë i fije ndryshe, tanë thonë jena mërzite, kena pasur këto. Nuk e kam anë nga ana e punës financiare, ma tepër se nga ana emocionale. E kishte vështirë më ambientu me Amerikën? Për mu, si thash, që edhe korona ishte 2 herë vështirë. Po. Se do të vesh në një vend ku ti s'ke ardhur kurrë, nuk e din si funksionon edhe imagjino në Po. Do dole unë ishte vetëm lagje edhe balkoni. Po. Edhe normalisht ishte shumë e vështirë për mua dhe thosha du me njoft vendin, du me njoft se si funksionon këto dhe s'kisha mundësi me njoft, po për fatin të mirë ndër Zoti shumë shpejt domethënë. Dol me fill domethënë se filluam që thash me Elvisin e Franin, ashtu në mundu me bë muzikën ton online. Me dalë domethënë më pa. Ishte faktikisht. Nuk mund të them se ishte e rënd. Ndoshta fjalë e rënd, por e vështirë pa kota. Do të visha 30 ditë këtu. Unë e kisha ndërtuar gjithçka në Shqipëri. Po. Ati isha arsimtar me aktivitetet e me gjithë shka dëmon ishte atje edhe biti me fillu një jetë nga fillimi. Normal. Por fati mirë është nuk ndrova profesion, që banë atje banë edhe këtu. Aja ma letëse shumë me thëndër. Aja diskutohet, sepse si the vetë, kur bën një gjë që ta ka që i fje dënë, nuk është punë edhe nuk të duket disa kanë natë Amerikën për punën e punës. Dhe pavarësisht se unë them gjithmonë që Amerika është vendi i mundësive, nuk të lën kurrë vetëm kush zën s'mundet me të bëjë me zor. Unë po të kisha shku ndoshta emigrant në një shtet tjetër, ndoshta s'do kisha mujt me realizu ëndrrën e muzikës me vazhdu. Ashtu se Amerika na dha mundësi për vendi mundësive. Absolutisht. Por gjithmonë edhe sepse kena krijuar atë Shqipërinë e vogël edhe këtu në Amerikë, sepse është shqiptari pa far, më imagjina që ti Elvisi, Frani e tjetri këtë tjetër se janë shumë artista si edhin në komunitetin ton, edhe tonë jeni me punë kur i thënë, mirë fill, jeni të zonën për çdo fundjavët. Në po thuj se jetojmë për kësaj punë, nuk është gjë vogël me jetu në diasporë me muzikë. Është shumë e vështirë. Po. Por realisht mirë. Tash si ka thënë një radhë të motor. Në gjë, mirë s'ka fund, por jetojmë në rregullisht. Por një më u kthy pak te kjo diaspora, se unë gjithmonë i nap vlera jo më shumë se duhet, por aq sa duhet dhe aq sa meriton diaspora. Arsyeja pse diaspora është në këto nivele që është sot, arsyeja pse diaspora është gjymtyra më e shnosht e kombit shqiptar, është pikërisht sepse vite mas vites kanë ardhur individ si puna jote, dikush me muzikë, dikush me këngëtar, art inxhinier, kanë ardhur dhe e kena formu një atë Shqipërinë e vogël si tha dhe Manjola, dhe marrë një tjetër. Normal. Prandaj na gjithmonë e theksoj që njerëzit në trojet tona ku jetojnë, ta dinë se diaspora nuk është vetëm një grup emigrantash, diaspora nuk është vetëm një grup shqiptarësh që vinë këtu vetëm me jetu edhe me hangër buk, por e majmë me shumë fanatizëm, me shumë dashni, artin, kulturën, traditën shqiptare, nëpërmjet jetës tonë përditshme. Në rastin konkret, kena një djalë të talentuar këto, i cili merr pjesë, siç e keni po edhe jo, në çdo eveniment shqiptar që bëhet, me instrumentin e tij tupanin, që i në bukuri dhe e çon në nivelin më të lartë traditën shqiptare këtë në diasporë. Edhe nuk e tham për murje, por sinqerisht një djalë i ri, si puna jote, t'i napin ka shumë vlera komunitetit, është nerë edhe për komunitetin, jo vetëm për familjen tane.
Vlera është reciproke, sepse kur një mu komuniteti jam me vlera mu, allon mundom t'ja u kthej, inshallah kam kthy sa do pak, por Po, ja ke kthy, edhe sinqerisht. shumë njerëz se artistat kanë shpirtin e madh, zemrën e madhe, dhe në këtë rast i shumë i njohur komuniteti se pa shpreh se ka njerëz që e vlerësojnë, por ka njerëz që edhe anë shkalojnë ka herë Mos këtë t'i gjë. ta zëjsh asën këtu. Po, edhe kjo është një vlerë e madhe, jo nga ana artistike, por nga ana njerëzore, edhe karakterit tanë. Vjen nga një familje që jo vetëm Shkodra e njeh, por gjithë Shqipëria e njeh. Babi atë në Rom Ramazan Xheka është për mua është një ndër pendat më të forta të shqiptarizmit, jo vetëm Shkodrës. Është një autor shumë librash, poezish, ashtu tekste këngësh, është i jashtëzakonshëm, i ka dhënë vlera artit shqiptar, është një gur në kalan mendoj në kulturën shqiptare. Pra vjen nga një familje e cila e tregon se çfarë djalit ka rrit me një edukat familjare, edhe e reflekton këtë në diasporë. Është kënaqësi shumë e madhe me të pas tonë, jo vetëm na, si Ota Podcast, po tonë komuniteti i Michiganit. Arti është në gjëk. Fundi fjallës. Po. Dhe me thonë me përmbledh të në Real. të që Marko tha, arti është në gjëk, se prej babs nuk e dija ka pas, baba ka marrë është kusht tjetër për shembull që ka pas në... Ka kënu dhe halla dikur, pa e la shpejt si në të kohë, Po, që kanë po, ata s'ka problemet po. asaj kohe. Po ja, nuk kam pas kanë domethënë përveç babës së hallë, domethënë. Po, Edhe unë e kam vazhdu. bravo, të Tash po shisho. shohim të ardhmen. Në gjë. Ky brezi i ri mos në. Kush e di të më thonë ata fija, a merr në jeni, Tash ta shohim mirë. muziken. Vojza ma ka talentin për se di deri ku po shkon të më thonë ma pjesë. Për një të disha me të thonë, dhe me thonë, vajzo, ndoshta edhe djalin e i ditë kur të bëhet. Në bani herë djallë të të shohim të Kur të talentin po. bëhet, thash. Ta shohim mirë. Por, Se ka të me gjën ka në mos në smer Gjorgjo. Nuk e di. në gjë, shpresojmë gjithmonë për mirë, por në kena qef në fakt planet në i gjë të bukur që dhe marrë së shpejti, në një gjë që ke qef me da për shikusat tanë, sepse ti e din që nësi kena veç në Shqipni. Se kishim shqiptar gjithkund tash, na kena di që jena shpërndom gjithkund, po se jena prej mend gjithkund në përbot, se kam ditë derisa kena hop oden, edhe na kanë shkru, flasim prej Afriket e prej New Zealand e prej Për gjithmonë jashtë prej vërtet. Tajlandet e nuk dimi diftu do më thonë vendet, kështu që jena gjithkund në përbot. Është vërtet gjithkund ka shqiptar. Është në fakt në përqet e trupi, kur e kujtoj se këta fjalë tona, ose kja biseda jonë popullore, se nuk është, kur ardhe këto bani lojna producenti dhe më tha mu e Marku ta jeni përgatit, edhe thamë na, si gjithmonë producent kurs përgatitën. Improvizojmë, po skenar, shko nevoj. Nuk kena skenar, sepse na besojmë të ajo biseda e lirë, edhe të biseda e zemrës, edhe për një Është atë sinqert. kena, nuk kena dhe me thonë, hajde se po të pysim këtë pytje, apo atë normal. pytje, sepse kja është oda, ku ki shku e ki ba muhabet, edhe ki thonë, që jam knaq, Për mendimin tim Me shoqni. këto janë më të mirët se sa kur ka skenar. I kam provu edhe në televizion me skenar, mi kallëzoshin pyetjet edhe në besoni i kam thënë lutem mos më kallëzo pyetjet. Më mirë. Moj aty i kam thënë edhe mi pyet Po. kur të nezën kamerat. po, djetë pak të vini pjesë i surprizë. Je po dhe ndoshta nuk shpreh më të mirë se të zën, si më thon, Po, në moment. moment por prap do të thon kam marrë dëshirë me shpreh, do të keni sinqert atë, Po. se publiku do më nëni Si- atë sinqerisht flasim, jo më nëni me rrejt kot ai kështu ashtu. Më mirë atë kemi. Si shfaqim edhe në skenë kur Për një atë, interpretojmë. për një atë tham që është një nga arsyet që na dojnë, sepse e din që na flasim komplet pa si lloj skenarit, pa gjuhë letrare, na thojnë si, ja nuk i thojnë kështu, po i thojnë ashtu, e thojmë tash një dy gjana i dina edhe na, por pranojmë kena thonë që dona me fol shkodranqe, dona me fol gjuhën popullore, dona me fol gjuhën e popullit. Edhe ta morësh Jo. në fund. Jo, vetëm ajo. Shkoder. Se të shti pa përmendën këtë rastin e dialektit, por arsye pse e kena vendosur me fol me dialektin shkodran, ose me dialekt, është sepse su flasim na.
Nuk është se kena zgjallë se ndoshta dialekti shkodran është më i bukur se gjuha letrare. Po na s'dina me fol gjuhë letrare. Po ne është sa me fol gjuhë letrare, më mirë me fol në dialektin ton, sepse kjo është një podcast, nuk kena na gazetarë ndoshta të atij nivelit, por faleminderit Zotit, njerëzit e kanë pëlqyer. Ka thënë se të Beleri një intervista kur flas në gjuhë letrare të një emision që ishte në Shqipëri, kishin detyruar, domethënë ishte detyrim, për me fol gjuhë letrare. Edhe I tha, në fund të emisionit tha, aty kallzoj drejtën se jam duk sa se pyetje, si ullni vetëm fol letrare. Me thënë drejtë thënë nuk më duk vedi burr. Sa bukur paskaton. Është fantastike. Në gjë se kur erdhe, fillove sa filloi muhabeti, se thonë shkodrani të shku nervorit e difta një Barcelit. Edhe diftove 2 Barcelita e thash mos I harxha më burr, na difta. Po kena rezerva. Te sheku jena këtu, na I difta I hena I Barcelit si shkodran që je. Pa fillim me një shkurt tjetër përpara. Pa mirë, si dush. Jo Tef Palushin e keni njoft dhe keni nizami. Tef Palushin Shkodër të prit në stacion të autobusin, do të më shkon në Baqallëk. Mirë po në atë kohën e komunizmit kanë kënë ato autobusat fizharmonik gjatë, edhe kur në letë autobusit Tef si bën me hyp në të sedilja fundit të pensja. Edhe shoferi prin pasyre e shef Tefin aty në fund autobusi, shumë I gjatë ditë. Edhe kishe qef me pru Tefin aty afër vetit. Me balojnë se rruga prin Rusë deri aty në Baqallëk, kishte gati 20 minuta. Edhe kthen kryt mrapa dhe thot: "O Tefi, thot, hajde del tu përpara." I thot Tefa, unë përmec në kam s'kishe hyp në autobus. Autobusi I gjatë. Po përmec në kam S'kishe hyp në autobus. Tefa ka keni fort. Do ta kisha një tjetër teksti. Po ja, tarim për ma vonë. Me Tefin, kam gati. Edhe një. Tefa me Paulin Selimin shkojnë mulan në liçen Shkodrës, në Çirok. Ke bëhet fjalë në kohë të komunizmit. Në atë kohë ju dini s'ka pas restorante aty si ka sot plot. Normal. Edhe kishin marrë kajfi raki, se kanë artistat e këta. Kishin marrë raki, ata hinë lojën liçen, del piraki, mirë, po një moment me hëngër buk kishin marrë me vetë ata restorante dijes s'ka pas. Kanë kënë pulet e fshatit të një zotnis aty. Edhe 7-8 pulet u sjellën për kam, ata kanë marrë njërin pul. Ja kanë put krytin. Kanë nezma ata ashtu të fije zjerm edhe kanë pjekën ashtu. Ata mirë po puplet I kishin hënë në xhavar, kishin lënë aty. Edhe aty pak më vonë vjen I plaku I shkret me mbledh pulet e veta. Ai normalisht numron. Del një mongut. Këta dy ishin ulë aty të ndajt. I thot, mirë se rrini zotnia ju, I thot, më falni për shqetësimin. Ma keni po I pul kon. Se s'po më dëli, thot. Kthej Tefi, thot, ka himu lo, tha që vi kollën teshat. Ka himu lo. Se dishe dhe puplet aty. Ka himu lo. Tefa ka ganuar. Ashtë jo ti ke leri, je leri në Shkodër. Mund gjithmonë sa më shumë që kalojnë vitet, aq më shumë kam nostalgji për fëminin. Sepse mendoj se mosha e fëminis është mosha më e bukur, sepse je I pafajshëm, janë gjëra që I pastër? I pastër. Lajnë kujtime fëminia. Qa këti në kujtim që ka lanë nostalgji kur I kanë fëmin në Shkodër, domethënë në gjë kështu? Nostalgji. Ma shumë pa thëmë nostalgji të përgjithshme ato lojnat që kena pas dhe më, sepse kur I shoh ta fëmijët tonë sot me telefona, me tableta. Don aja tamam me loja futbollit I dihet. Normal. Si tonë kapitan lagje. Ose aja hapa ose top e kuk. Top e kuk. Gjuhë topin. Shehu tonë gjem me vajzat lagje domethënë. Ata lojnat tona, edhe kena kanë shumë të lidhur me shoqet e lagjes, domethënë kanë shumë si mund të ravlezën në një farë piket, po. Nëse ka pas edhe fatkeqësina, ka për tjetrit, ka thonë për shembull pa la vajzën të ju, se më duhet më shku. Normal. Dikon domethënë kena mund të ravlezën, e kena mojt amanet, si më thonë të përsi. Është vërtet. Ndryshe sot për fatkeq brezi nuk është domethënë I tillë. Shumë e vërtet. Nuk shoh se ka shumë shoshni. Ja, shumë e vërtet kur vetë Marku flasin për vitet kur kena kënë, edhe shoshnin në shkollë, edhe klas, shokët e shoqet e klas I kena pas. Po përmend vetëm lagje, është vërtet. Po në klas, domethënë në moment edhe ti ke kalu krejt me parë ndoshta një klas tjetër me ta gacmuar shoqin e klasit në shumë po, është vërtet. Pse? Po thonë shmo 3 orë. Është vërtet. Sa të shokoa që vin vet.
fatkeqësi. Fatkeqësi është sepse me që është për hallit. Po, ajo është sepse tash për shembull nëse kur na I flasin fëmijëve ton për kujtimet ton, thonë, nuk të arrin se sa për mend kena kanë të sinqert me shoqërinë e klasë. Nuk kujton si rrem, sa është e vërtetë. Ka mundësi të tash. Po, nuk ta beson kush atë sinqeritetin. Se kanë kaluar periudhë dhe nuk e vënë edhe faj me thonë drejtën. Po. Më kujtu edhe aja Estradës Shkodrës I tha e mund Halili a mund me kur qosha të treni në 4 natës Dhe më mundi tha a më mundi të komerciale që të treni në 4 pa më kur shkushim për në Tiranë deri pa më I kënë djali I mirë më mundi kur s'ma këtë thani kanë këtë Organizën gomori Mondi është një nër talentet e Shkodrës, pavarësisht se sot jeton në Durrës, po Mondi Halili është një nër jo vetëm artist I mirë dhe humorist I mirë, po një djalë fantastik. Unë e kam njohur dhe e njoh personalisht, kam ndajme të sa herë, është I po arritshëm Mondi. A Shkodra ka zar shumë artiste, për një të e kena për Shkodrët një. Në fakt, e bukur është se bëhen këto jo talent show në Tiranë, në këto televizionet Voice ose X Factor, tërë këto, edhe po si gjithmonë zar Shkodra ka I ajk. 7 X Factor 5 herë ka fitu Shkodra. Po është vërtet. A dy herë kena folë se gjuna. Nuk është se thojmë na, se shpesh Shkodranët edhe tregojmë ato vërtytet dhe meritat e kulturës shkodrane, por është e vërtet që gjithë Shqipënia, çdo qytet Shqipëni e vlerëson Shkodrën sepse e meriton kur vjen puna për të artit të kultura, sepse I kollon shumë historisë të artit shqiptar qyteti I Shkodrës. Edhe vazhdon. Ka është një histori që më lejoni të tregoj. Po, patjetër. Është edhe në formë shakaje lojet, si thonë, por ka nollë vërtet. Nuk ka shpër me ofendu, kuptohet. Është domthon prap me Tef Palushin. Në kafet molle, në vitin 79, masi ka rrot tërmeti, ka në ardhë strada të Tiranës, kanë pas shfaqjen në Shkodër. Edhe të pi kafe, Skënder Sallako një spast, me Tef Palushin, I thët Skënderi, në gjatë mohabetit, vjen keq për ju thët në Shkodër e Tef, thët se rrot tërmeti, ajo anija thët të ura bunës, o më të tane njëri gjuna, vllaznija tha lujti me moskën e hupi, 3 fatkesi, tha mrenda një vitit. Tefa, është vërtet të 3 fatkesi janë, por nuk e dini thëti 4 të në qef marron se të 3 tjerët. Qa është me thët? Ka ardhe strada Tiranës me da bo me qesh një në Shkodër. Ta vajnë e forë. Qa bukur. Tefa. Do shak një në falë, po. Ata shi se ka një, mund është me 100 herë, edhe prap të knash, sepse ka humor fantastik. Humor fantastik. Dhe me thonë edhe një shkurt. Po, thuje. Në Nothing në koncert, Bojer Qamili, Artur Latoska, edhe një pas Gzim Kruja, aktori humorit. Ju e dini që në Greqi gjujnë me lule, me karifila, s'kemë. Një po këknot e Bojari, Martjollin, të gjushin me ero, me helbakshirë në faktarve. Kur del të Gzimi, e gjushin me lule. Një po, a i vëtë me lule. Me bëte, rëty ko bëtë 2-3 herë, i thë Gzimi, e nëllë atë mësime në bërsaletën, a bërë mi u bëtë të pyjtje, thëtë në spektatorit. Po për që thëtë Bojari në Artjollin, thëtë ju po I gjuni thëtë me pare, e mu më gjuni me lule, a ju dukem si vorë? Zini ka parë, më duke në vitin 2000-2002, ka parë në Michigan. Ka pa ba një si punë, si thohet, një parodit vetën këto, edhe... Si recital, po me humor, po. Kanë I malë Gzimi, kanë I malë. Arse të shi, a ka mundësime në diftuar për një dhe për publikon, këta evenimentet që banë këto, që shkojnë në përdac, a shkojnë edhe në përshtetet tjera në Amerikë, apo vetëm me Michigan? Në Kretë Amerikën. Në Kretë Amerikën. Edhe në Europë, përveç në Shqipëni, edhe në Europë. Po në Evropë e dina se shkon, se të kena pa. Jo, në Europë zakonisht njerëzit e dinë tonë më shumë për Shqipërinë, faktikisht e Kosovë, Maqedoni, Mërzi. Po komplet në Itali, Gjermani, më thonë 2 gjëra më kanë bërë që ditë më ndasmat, në Madrid në Spanjë, edhe në Varshavë, Poloni, që se kam prit.
Si ke pritë pas me fest. tje. E di që ka shqiptar, po s'më Po, bë jo, dasëm, shumë, po, jo, s'më bë shumë. dasëm, ja. Po në gjë, e kanë edhe një fat tjetër se në Evropë tonë shtetet kur jetojnë për 2-3 orë, 4 orë maksimumi ke shku prej një shteti në shtet tjetër, janë edhe më afër. Janë më afër, E bani fije më Për këto është pak e vështirë, me thonë detën, se më qëllën e herë mund t'jem se me thonë të shtunën darek, pa thojmë në Itali, Po. edhe në dilën mjes herët nisem për me kap dasmën të në 7-8. Po. Do në nga udhimi direkt, Po, ja, nda. edhe nuk duhet me shfaq as pak vetim si i lo. Normal. Nuk të Ja, me di. Duhet me kallëzu. sepse unë shpeshherë edhe me Elvisin për shembull, kur diskutoj, e shoh Elvisin, unë kam shku shumë ku a ken Elvisin e për muzikë me këngëtar shumë njoftën që kanë ardhur për Shqipërinë. Edhe gjithmonë Elvisi duket sa ti bëhet qef, Elvisi. Kështu duhet para kamerave, po. Po faktikisht unë bëj qef që shkoj aty, kurse Elvisi janë në punë. Unë e Elvisit një në që hekum. Pra, dhe ju duhet më hek sikur ju jeni edhe të bëhet qef sikur bën qef na, sepse është pjesë e punës. Sepse nuk duhet me shfaq njëri benzinë. Edhe ne na njerëz ka herë publiku nuk e kupton që mund të kenë Halla apo janë të smur. Jo, po gjithkujt i ka qellu. Mu më ka qellu me shku 2 ditë rresht, themi sinqert, në Shqipëri ndasën me 40 temperaturë. Asha. Me edhe me interpretuar me thonë janë se sa. Po. Edhe ishte e bukur në muj ngusht, unë isha vesh me gjaketë se kisha ende. Haqe të batuar 42. Unë isha të marru. Në gjë, diftove tonë këta të mirat, të do ta ketë edhe në një gjë, përveç që ki punu i smur, në një bashkëpunim, në një gjë që të shkrejt një anë që vajnë s'ma do mendje që kanë shkojnë gjithmonë gjanët. Ka të mirë, më po, janë disa të mira që s'kallëzohen se në shëfgryvje, po. Të mira, për bashkëpunimet me thënë drejt, ne kam bashkëpunu me shumë këngëtarë, artista, të mirë. Nosha mund të harrejnë e emër, edhe ka falje nëse harrejnë e njerin. Nëse po flasim tash për artista që jetojnë në Shqipëni, po fillet është për të moj malli që është gjallë, sot, Sabri Fizullahu, e duke më vazhdim me shkelzin e Tishi, Shkurte Feza, e po zbresim në Shqipëri me Bojer Qamili, Frederik Nocin, Nikolnik Prelen, kam punu 6 vjet me te, janë 6 vite për mu, si me kënë shkollë ti me sinqert. Jo punë, po janë shkollë. Të punë 6 vjet me njëri si aj, mësën shumë. Në ka qëllu me do skenin me grupin Elita 5, për ty në kam sullat, edhe ata janë shkollë për mu, sepse i kam njek shumë, edhe më këshillu shumë për ty në. Dhe më thonë, gjanë më të mallet muzikë, se ne kam su nga ata. Në gjë, të ata kam su baba, ata kam su jeta, nuk e di, por më pëlqen shumë, që një djalë relativisht i ri, pavarësisht se eksperjenca në 30-at nuk mundesh më thonë që je fëmijë, por më pëlqen fakti që je mirënjohës i tan këtyre njerëzve artistave të mëdhej që ke punu me ta, edhe nuk i haron një, edhe i vlerëson edhe i thotë që nuk ka ken punë, po ka ken shkollë. Po, shikon, jo vetëm për mua, edhe për tjerët, edhe nëse dikush e mohon, ai mund ta mohojnë sa din, por ton shkolla është edhe një dasën bësh me një person, vetëm një. Edhe shkollë. Muaj më një pedagoge të emën Ilena Dema, në Akademi të Arteve më ka dhënë solfesh. Ajo thotë kur kam bërë, thotë një doktoraturë në Paris, pedagogu jem thotë ka thonë, edhe për në përsjell të ne, koncerti më i keq, më i dopt, vlen më shumë se 500 orë leksionin në shkollë. Sepse edhe nga jo që është e keq që mëson që mos bën ashtu. Edhe një është mirënjohës sepse po mos një mund kush nuk mundesh me e shfaq. Vërtet. Asnjë, jo vetëm kush do të qoftë nuk mundet, po tallon dikush dorën është e pamujtën. Kështu mendoj unë. Jo, po jo të tanë, domethënë tonë thonë që e kam bë vetë, kam punu shumë, kam shku këtu, kam shku atje, edhe nuk e vlerësojnë atë faktin që po, ti prej mend ke shku atje, ke punu me Nikolnik Prelen, por ti thu, kam punu, nuk ka ken punë, por ka ken shkollë. Kjo është vlerësim që jep një artistit, se në tonë e dina që është artist, por kur ja din vlerën edhe kur e përmend, e ban dopjo. Unë me Nikolin kam fillu në sezonin veror 2018 me dalë në punë me të, në dasma, koncerte, gjithçka dhe më kena bë bashkë. Dhe më Nikola kishte në atë kohë rreth 40 vjet eksperiencë. Nëse eksperiencë e mi ishte mos me thonë hiq, është me krahasu me të. Si mundë me thonë në kam punu me të. Ai 40 vjet eksperiencë, unë atë kohë isha 28 vjeç. Dhe me thonë, ai kishte fillu me kënu, po a lindun. Po në më që shkolla është s'ka si tjetër.
Po pra, kjo vjen për njeriut, jo për... E ki pasi privilegj me punu me te. Po normalisht e privilegj. A veç ku më ka thirrë, që më ka shkruar më në Facebook për bashkëpunim, mu nuk i beso sa, nuk kam besu do në syve të mi, thosha, më thirrë ai mu. Se me thirrën e te, a ke nevojë për mu, është mos normale. Ai nuk më thirrë se kishte nevojë për mu. A kishte nevojë për një perkusionist, jo për Arsidin. Po. Ja kishin sugjeruar emrin tim, ai nuk e dite, a diu në zgjum në bëhet punë tamam. Mori një dasëm provë, më ka kënë prezent dasë më parë. E provoj, me te i knaqën. Po, vazhdova. Për mu, normalisht më kisha emocion, të më drejtën ishte kështu. Po. A do i pëlqen Si provim. Pa imagjinet është të interpretosh për ati. Po. Është logjike e punës. Por, ta kanë lënë dorën, puna jote ka shpërbly. Ja mundu inshallah e kam shpërbly gjithë aty në që më kanë ndihmu, gjithë aty në që më kanë ftuar. Por do i përmendi edhe artistët e Amerikës, siç përmenda disa atje tash prap kërkej falën e sa rënë emën. Po normal se ja. Fronin Elvisin e përmenda. Po janë shumë Gjoni Opa, Aleksandr Gjelaj, Lindon Gjelaj, janë Hajrut Seka, Valdet Luka, kemi shumë për zotë, të mos harrejna jeni. Elvis, na kujton një Elvis? Edhe janë shumë edhe këtu me thonë drejtën. Julia Gullin, koreografën e minjon, shumë ka të shtë në mund të harrej për zotë. Po, normal se është ma. Kujtohen për një moment. Edhe ata që duhen me ftu njëzin dasim ullin me lishë, se harrojnë, njështë të vetë. Dihet e ja. Kaj falit gjithve kë kam harru, por në mendën e zemrën temi jeni gjithmonë. Arsida, këta episodet e fundit ka qëllu që të kena artistat të rangot të muzikës. Edhe unë ja kam bërë tave një pyetje, të shpata bërë një pyetje, që unë si spektator, si dëgjues i muzikës, aty më ranë sy këta kohët e fundit, ka hi inteligenca artificiale në tana fushat, po edhe në muzikë. Po. Si mendon ti që në të ardhmen, mendon ti se artista si instrumentist ose si këngëtar do t'i dëmtoj në qoftë se këta përdorin inteligencën artificiale në mënyrë që të rrisin veten, jo si një mjet nimet, apo mendon ti se inteligenca artificiale do i rrisin artistat dhe njerëzit s'do ta kuptojnë që është inteligencë artificiale, por është origjinali. Të bësh muzikë me inteligencë artificiale, me AI si i thonë tash, për shkurt, po ta përmbledh këtë shkurt. Është si të martohesh me një kënd dhe me bë fëmijë. A bën? Po. A që bënë edhe muzika inteligencë artificiale, edhe thjesht merr notët e këngëve që janë përpashme, modifikohen, ndeshën ata normalisht shkenca ka arrit tash çfarë po bëjnë, por nuk e ka njësinë emocionale. Normal. Ku e mori emocionin kompjuteri me bë këngën. Unë për veti kam kompozuar disa këngë. Automatikisht kam hi në botën edhe mendosh edhe lvizit të videoklipi si të dalin. Klipi ndoshta kam bërë kretë në shëto. Nuk kam pasi botë temën aty. Te ki hin botë për me kriju atë. Bën një poezi dikush. Tash ata tekstet shumica janë të frymëzuar për ngjarjeve reale. Normal. Ndoshta se ka përjetu autori, po e ka një për dikujt dhe ka shkruar. Unë mund të kem ndoshta një ngjarje, unë nuk bëj tekste, po kam shpreh muzikë nota. Po se. Do në shpreh. Nuk mundet me AI mi nxjerr gjanat asnjëherë. Po, pra po thuaj që s'ka herë dallohet që është e fati si muzikë. Po, është e fati. Sa ka harmoninë krejt domethënë si duhet, si e vut është na vetë si njerëz dhe ka herë nuk besoj ka pas raste kam lënë këngën ndoshta 6 muaj. Jam rikthyer mes 6 muajve prap. Sepse s'kisha, nuk isha bllokuar domethënë atë pjesë. Për një notë kam lënë aty. Po këshilla jote për ka shumë që artistët duhet kenë kujdes, mos ta bajnë abuse inteligencë artificiale, sepse origjinalja gjithmonë do jetë më mirë se artificialja. Në një periudhë fillim hi shumë muzika rap. Nuk kam gjë kundër muzikës si pop rap absolutisht, ajo ka vlerën e vet si çdo gjë. Ja, unë kam po. Tash ka fillu për shembull rikthy prap ti veneri bëhet kënga rapi strofa refrenësh popullore, pra të rikthy prap. Po. Traditën se na dona sa do vën muzikë moderne ti. Sa fillon populloria tërgohen njerëzit. Kena në ADN. Pa, i në Ballkanas është normale. Po, vërtet. Gjithmonë i kthena, kanë filluar mori kthy dhe koncertet se i periudhë të mirë hupen. Po, ashtu është. Jam kundra inteligjencës artificiale dhe jam kundra edhe të interpretimit këngëtar të instrumentistat në playback. Duhet njëri me kënd live diçka. Ai ka pagu paret, biletën marr me të shiku, edhe me të ndëgju janë dallë parë.
Se ne kena punën me të në gjume. Po, është vërtet kjo që thu, na kena thënë na si spektator të zgjidhjes, na thënë na jena ata që No, kena kena moshë artista, po do na më shiu muzikën. Unë kam thënë sa herë në rrjetet sociale të mia. Edhe kam thënë edhe këtu të sa herë, mu më pëlqen kritika, sepse edhe këngëtori, edhe sportisti, edhe ju, me ta bëjë kush kritik, duhet ta marrësh si privilegj sepse do ta korrigjosh veten. A jetë më shumë se fjala. Këtu kena pas për shembull shumë këngëtarë që kanë ardhur nga Shqipëria, cilët e marrin veten edhe për VIP-a, kanë ardhur këtu na kanë këtu me playback, na nuk jena idiota. I kam po. Ti Jo vetëm playback, po. Na të paguim paret. Lani paret, por na kena mall me na ardhi kush për Shqipërinë, me na këtu kohën shqiptare, me na këtu vallën shqiptare, me na kthy vallën shqiptare, sepse pra të vujmë na nuk vujmë për modernizim se e kena këtu në Amerikë. Adin, edhe kanë ardhur këtu, na kanë kënu ne me playback, edhe kanë marrë lekë dhe kanë ikë. Ai nuk është e drejtë. Unë mendoj, një sa talent ke, një që ke, banë original. Mund t'jesh edhe i lodhur për rrugët. Mund t'jesh probleme me fytin, sidomos këngëtar të tjerë, majorja din mirë se kënon vetë edhe din çfarë do të thotë problemi i fytit. Se instrumentisti prap e ka pak më të thjeshtë se sa këngëtari. Këngëtari ka është burën këtu. Po. Mirë po, edhe nëse është i lodhur, apo edhe nëse është me grip, i ka ik zoni, më shumë preferoj me në gjuhë, ashtu siç është, se kur vën playbackun. Disa as nuk ma do mendja që e marrin mundin, apo kanë kënu në herë live. Mua ta harroj me mikrofonin. Një të desha me tonë. Fillon teksti ka mikrofonin poshtë. Edhe vetëm bajnë zemrat, si me qena këtu, du me thana diqa që nuk të jam të u përsërit, po kam qef me e thanë. Arsye pse kam qef me e thanë, se kam qef me i ranë në vesh edhe atyne, për ka e kam. Na jena diaspor, na jena shqiptar si ju, në Shqipni, jena të njajtë, jena barabar. Por na kena një diqa plus, ose minus që se keni jo, na kena mall për Shqipnin, kena mall për traditën, kena mallin për këngë. E kur bën këto festa për shkak, sidomos festat e fund vitit që janë festa flamurit. Vinë këngëtar, ju lutem shumë, hajdeni me këngën shqiptare, hajdeni me traditën shqiptare, ju lutem shumë mos na hajdeni me na këtu në break, sepse për këngëtarën break kena këtu në Amerikë, i shohim, i ndëgjojmë, s'kena nevojë. Ju lutem shumë, hajdeni me traditën shqiptare, sepse kena qef që fëmijët tonë të mësohen dhe të ndëgjojnë ju që vini nga Shqipënia me na pru këngën e bukur shqiptare, popullore, folklorike, dhe pra kena nevojë. Ka që kisha me thonë, falë se e përsërit vetë nga herë, po kam qef me përsërit, sepse... Edhe ata po përsërisin jetë nga bim, s'prish mund. Po, kam qef që i shkalla dhe në zoti... Sa herë kanë thonë barapar, s'ma do mendja asët, as kur kanë me ndruat e stilin, sepse i ta këngëtar që vinë me kaseta, me CD, janë ata që bajnë koj $20,000 për darka, edhe jo, se vlera, por i ka ti që kënon live, se një që e mërë live, në është ta pagujnë $2-3,000, edhe shkyhet korda shtu kënu ton kohë. Pa këngëtori live se këngëtori playbackut. Unë jam prezent i shoh. Edhe kjo është krim në fakt. Besoni ka këngëtar që merr $20,000 me kënu 20 minuta. Po është krim. $20,000. A krim? E kam shifrën pa pikë problem, $20,000. Po. Edhe lun goja. Por arsyeja pse e tham. Por sa më thuj ai që ndoshta është ton notën ka radikun të kënu. Nuk më rasteni më shumë se $3,000. Faleminderit. Arsyeja pse e tham në manjol këtë. Arsyeja nëse unë nuk kam kurrë me asnjë artist. Jo, nuk është puna se ti gjë. No, arsyeja pse e tham manjol është se du me ditë si na Adina, nuk kena po dall. Edhe pse nuk ja u shprehem nga herë, na Adina, okay, më merr atë $100 që pata na bën. Merr se vini mi vetëm për radhë. Po jena na pra që shkojmë i shohim këto artista që vinë me kaseta. Edhe nuk i shkojmë atij që kënon live. Nuk du që djali jem, vajza eme që i tham me këngëtar që është shqiptar, ku shkon atje ai pret me pa një diçka shqiptare, nuk pret me pa atje një femën që difton shalin ose një se nuk e kena nevojë. Kjo femën që tregon këto që thotë ti, e ka po thënë edhe një artist tjetër, ta ngatrojnë skenën me striptizmin. Po. Për fatin i kesh. Vjen keq që e thotë. Është shumë e vërtet. Por kështu është faktikisht. Do ta duhet në skenë, unë nuk them që mos dalim në veshën të mirë, normal se tash edhe shefaj tjetri. Por kryesorja te muzika është ndëgjimi. A ka marrë me muzikë, sot muzika shikohet, nuk ndëgjohet. Ti venerit pyesën njerëzit sot, a ki pa atë këngën? Si a ki pa këngën? Kënga nuk shihet. Mirë.
Të shkush pa thonë na thon, a keni dëgjuar të neshin? Tamam. Nuk bën sens. Po pse është vetëm klipi? Po jena edhe na fajtor. Po normal. Sepse ne jena që shkojmë i shohim edhe i suportojmë i klikojmë sepse jena të tana i syni që po na kënaqet syni të pa një se nuk duhet pas këtë shkuptime se kur e thamë kështu dukem se këtë kjo ashpër ka dhe këngëtar, se s'po du mi lanë emën, që vinë për Shqipënijet, e këtnojnë live, edhe ka thonë dejte në kënaqë. Ke Aurela Gaçi në tha me gojën plot një në artiste. Kam Aurelën të Michigan. Kam do skenën. Ka, atje professional race. I kam një tana llojet e këngëve në live pa lodhje. Për vetë sa të është e vetmja që vjen me orkestër, jo me një vetëm tastier. Aja vjen me orkestër, ka 5 anëtar orkestër. Edhe bën muzikë ta madhe. Asaj hiqet kapelja. Ajo të më thonë unë kam do skenën me të Michigan për para 2 vjetëve, te festa e grave me 8 mars, dhe me thonë kam pas një emocion të papam me interpretu me të menci. Unë nuk dherë më përmend emër tash, po ju e përmend, jo në atje. Është e vetëmja më përshë, së të më ujë. Ate, po ka dhe tjerë që vinë, por unë du me thonë me që përmend jo Aurela është Whitney Houston i Shqipnisë. Absolutisht Shqipa. Edhe duhet me hek kapelen. Tash, Auresi heket kapelja. Por mu këthyt është pak prap në komunitetin tonë, është sezon verët. Tani ka fillu sezoni i dasmave, i fejesave, i gzimeve. Për i muzikantët. Njerëzit me zik kanë prit më ardhë muaj qershor se nisin festat. Ti është a ke ne java, ne ditë që e ke bërë, sepse ma mërmenja ke me kënë shumë i zonën. Këtë verë, se më thonë, ti nuk merë pushimin verë, pushimet e nërë të i bandimen. Unë i bëj dimnit pushimet. Unë e bëj plazhin të vasën. Ja, t'jemi sinqert, tashi ndoshta me i mbledh kret ato, unë zakonisht po thuj se 2 muaj, për 8 javë kaloj në Shqipëni, me i mbledh ditë teke nëse mbahen 3-4 ditë me i da, alla të do në është një ditë sot, në shumas 2 javë kam i ditë tjetër. Nuk është vështirë, 3 ditë rresht. Ja, bëllemom ju me thonë i kam fillim kret kurrikut ato ditë të pushimit, më të kem 3-4 ditë. Zdi që me bëma por, a me ndaj me prind. Me njështë të dojë. Normal. A me shku në plazh. Normal. Ashtë e fështirë me thonë dhe në kështë që ma mi rri me njështë. A të normali për Shkodrën? Normali për Shkodrën. Për Shqipërinë, sepse keni jetuar në Tiranë, por... Trupin e kam këtu me edhe në zemrën ati. Po, ashtu. Absolutisht. Ondra di shaf me Shkodrën. Nuk shaf ondra në Amerikë. Edhe pse jam shumë i kënaqur në Amerikën time sinqerisht. Se mos ishe i kënaqur, as nis kishim ndajt. Normal. Po, se gjithë kështë, edhe një Amerikan po të qesh në Shkodër, në Shqipni, ose një ishte tjetër, normalisht edhe ai. Po, këtë të që e komandaj aty. Ai rrinë aty, po prep me edhe në zemrën këtu, është logjike. Duhet të jetë sinqertës. Është vende ku i rritë, ku Atë normalisht që normali e tana, por ka fillu të kur shkojmë atje mendoj pak gjatë në normali dhe për Amerikën. Si në mëzu. Bëhen Amerika si. Jo, realisht edhe në normali. Si kalojnë 2-3 javë filloj me njëtë domethënë. Mungesa. Po, si jam mësuar rutinën e punës se tjetë, se gjanat me sistemin, realisht edhe në normali për Amerikën. Normal. Po të shërbojmë. Mi që kam më ka pasur të rrisë me bëj jetën e ndaj, këna jam rregull. Është fat. Është dorat në fakt me pas të dyja. Inshallah mama Zoti ishte se për mua shumë i kënaqur. Amen o Zot, sepse të jesh i Zoti për më shku me do punën tënde, talentin tënd, jetën tënde, historinë tënde, sepse të tanë shkruajmë një histori në jetën tonë. E kena një libër, edhe ti shkruan në çdo vit, shkruan pak për Shqipënisë, edhe ndoshta më shumë për Amerikës, por ama i jep ala kontributin tanë në Shqipni edhe jalen dhe më thonë 2 rashta edhe vendit tanë. Urojmë të kine loni shalën dhe Zoti. Sa ma gjatë. Sa ma gjatë. Arsit, jo e keni pasur këtu në shtetin e Michiganit, komplet në tonë Amerike, po na jetojmë në Michigan, edhe fëmijët e shqiptarëve janë të aktivizu në muzikën shqiptare, në vallën shqiptare, në folklorin shqiptare, në traditën shqiptare. Plus edhe mësojnë shqip shumë mirë. Qa është një mesazh që mund është ti mi dhanë rinisë shqiptare në tonë diasporën, po si dhe mos në Michigan, që të arrujnë instrumentin shqiptar,
të ruajnë muzikën shqiptare dhe të ruajnë të rritjen shqiptare. Një mesazh nga ju do të ishte shumë i vlefshëm. Mesazhi jem fillen qyshtet e folën me fol shqip sa më shumë, edhe këtë e them edhe për prind, sepse ne shumë prind do që i flasin fëmijëve anglisht. Nuk jam kundër me fol anglisht absolutisht. Po në shtëpi mirë është flasim shqip. Po. Si ta ruajnë fëmijët, nëse prind e dinë, unë foli 24 orë anglisht prap nuk e harroj. Ne për rresht ta zjarri fjalë shqip. Një po, të fillu qyshtë prind mirë është t'ja ruajnë fëmijëve gjuhën. Boll me fol me gjysha që s'po merren vesh. Po. Po se. Edhe ta ruajnë traditën e muzikës shqiptare, qoftë ato fëmijë apo brezëri që dojnë me njek rrugën e muzikës. Qoftë ata që nuk dojnë me vazhdu muzikën, po normalisht ndëgjojnë muzikë. Të ndëgjojnë sa më shumë shqip. Atëherë për instrumenta nuk ka rëndësi, a mësojnë se në instrumenta shqiptare tash nuk ka se kena shumë që me thonë. Normal. Na i kena t'importu me krejt Po se. përveç lahuc, tira ta na vinë t'importu me për vendeve tjera. Por janë basi me thonë tonë me vite. Por të ndëgjojnë shumë muzikë shqip. Edhe ato që thash, kush merret me do më marrë me muzikë me instrumente, edhe po me kënu, sa më shumë shqip, sepse folklori ka diçka. Folklori lidhet edhe me Orientin. Muzika perëndimore, në gjuhë muzikore përdorin tone dhe gjysmë tone, ndërsa Orienti ka dhe qerek tone, gjë që nuk e ka perëndimi. Pra dhe me thënë, Ballkani dhe lindja për mundet me interpretu muzikën e perëndimit, perëndimi s'mundet me interpretu muzikën e tyne. Pra ne kena një plus. Po. Jo të nuk mundet me interpretu. Sepse nuk e njohin qerekshën. Se Elvisi e Manjola kuptojnë që është qereksha. Po. Pra dhe nuk e mundin me interpretu, jo se s'kan talent, po se kanë dynën. Nuk e konceptojnë si interpretim. Si një gjuhë e huj, se për shembull kur se flot, kur vjen në një moshë të madhe, ki atë theksi, nuk ta mëson po shkojnë me studiu ata jashtë Amerikës, në to vende normal që ata mësojnë. Pas fjalë që mësojnë. Po. E kanë domethënë qerekshën e përdorin edhe vendet latinoamerikane. Ato e kanë për shembull. E përdorin shumë mirë, shumë bukur. Ke marru për mësues muzike. Po, pedagogji muzikore. Pedagogji. Jep mësim fëmijëve të vegjël? Po, jep mësim tek isha shqiptare. Po, okay. Unë s'e disha këtë informacion. Është bukur për shikuesit tanë që. Jep mësim aty, jep perkusion, kanto dhe teori muzikës. Kënaqësi me pas, domethënë, në komunitet që edhe jep mësimin. Bravo. Po, për mua është kënaqësi, ajo është më shumë si punë pothuajse vullnetare, vetëm me kontribu për komunitetin tonë, që to fëmijët mësojnë, pavarësisht ta marrin nuk e marrin si profesion. Të kenë kulturë muzikët, artit. Në gjë, kur je fëmijë, në qoftë se nuk mundohesh me gjetë atë talentin, nuk e din. Si thonë, unless you try, you don't know. Kështu që edhe, domethënë, ndoshta në 10 fëmijë po marrim si numër, ndoshta vetëm 3 kanë me e marr si zanat, por ama ato pjesa tjetër kulture e mi. Në ato ne kena filluar, unë për veten, si në lojë kam filluar muzikën, se kam menduar njerëz që do ta kem profesion muzikën kur mbot. Si lojë si fëmijë. Po rrugë se ardhi. Pastaj vazhdoi kështu dhe përfundova. Këtu ku jam thoj. Këtu ku jam. Të bashur. Kena i tur deri tash na diftë edhe në tjetër. Për përsëri tjetër. Çfarë më thonë? Shkodan, në faktikisht Shkodan tanin për saleta, din humor, din. Çfarë më vjen momenti ti me diksionin për saleta? Po mos avem shumë pozitë. Ja përse mund të përgjej pak kënaqësen do të ketë. Hapë zilfaqon. Hajde pak për tas. Na fyra gjë. Atëherë, ishin dy kuishi, jetoshin janë në katin e 4, janë në katin e 3. Në katin e 3 jetote me emrin Kola, se kështu e kam dëgjuar në Brezëlet. Edhe ky katit 4, Kolës katërit i kishte lyp në 20.000 euro borxh. Edhe thotë, "Shumon, ti ka marrë sot një vit fiks në datë, unë ti kthehet paret." Po. Okej, të trajgo. Tash një not para se mor data borxhit me e kthy. Po. Shkon ky borxhliu me fjet në dhom gjumit. Gruën e merr gjumi, ky shkreti fillon e sjellën dhe për shtat hen krat mojtë, hen krat djathtë. Një punë shkon orë 2:30 natës, aja shoqja nuk pa lete me fjet burrit të lviz, vër, qohet kjo. Por sotën çka ke mor burri thotë, se nuk zun edhe të natën. Unë zi si flenti më i gry thotë. Pse më thotë kjo? Po na kol s'kena me lënesë thotë 20.000 euro borxh. E na s'kena kokër lekut të shtëpi. Për këtë thotë rrim pa fjet. Kjo është kollajt e burrë rregullohet thotë. Ka një fëmijë shtatë çohet merr diçka hall sipër, del në balkon edhe thret, "O kol me të malle." Po. Kola çohet për gjumit të shkretit për gjumë, çan kryt në të fërkusit. Çka ke më zoj thotë?
Në gjethet, a din për e vjetit kënë marrë rësit mirë bërë që ti ka marrë burri? Po i thëtë e di. Nese kena pas datën me t'i thonë. Po e di thëtë. Në nuk i kene thëtë. Kur të ne bojnë zotë rrisë kena me t'i këthy. Hajtë natën e mirë. Dhe futit me rëndë e hinë dhomë të burri. Ne i burë thëtë që rrinë kolla pa fitë. Ta malë, po ja. Fletë dhe të rrisë. Së dhe kolla të shpafjet. Ndroni turnin. Rrinë kolla në shkret po gjumë 2 javë, jaj natë. A i shkret se për gjumë i kolla ma kolla. Në gjë, se me shumë keqardhje çdo emisionit i vjen fundit. Si ishte me Kente Oda? Si ishte me Kente Oda? Vetëm me në gjuhë Shkodran që s'kam që me zjatë më shumë heq. Vetëm dialekti që më mush shpirtin. Dhe një mësën dhe tjera, s'pa hi më gjatë. Ishte shumë knasi, sinqerisht. Shumë knasi, ishte tamam biset. Ma duk se me kënë të bo mohabet, jene ullë një kafe, edhe këtë të full për qef të Shkodran që njifna e boj mohabet, se që thamë edhe gjatë intervjist, pas skenare, pa këshu organizimisht, dhe me dhënë që qatë flasim e qatë dalim sa më mirë. Ma më një këshu si qena. E ta jena na. E ta jena, inshallah i ka kena pëlqy. Në gjatë. Se sinqerisht ishta knasi për ne me të pas, se jo vetëm se ti të regon vlerat tuja individuale, por unë kam qenë gjithmonë me të regu dhe vlerat e diasporës Michiganit, sepse çdo njeri që vjen këtu në Oda Podcast ka një status, ka një vlerë, nep një kontribut këtu në diasporën e Michiganit, pavarësisht se ta kena jetën personale, dhe është merit e çdo kujt, po në këtë rast është merit e jote, e talentit tanë, e karakterit tanë, që merr pjesë dhe je pjesë e diasporës dhe e çdo familjarit këto që të fton ty në gëzime familjare. Po ashtu është edhe kënaqësi edhe privilegj për ne që të kena pas sonde këto. Kënaqësia është e jemja. E falenderoj shumë për ftesën, për fjalët e mira. Unë ju uroj shumë suksese. Faleminderit. Podcastit tuaj Oda. Ju thashë kam pa edhe më shoh që njerëzit janë rrit shumë të ju. Realisht domosdoshmë. Po, faleminderit tyre. I kam thënë Bile Elvisit, ky është herën e fundit të aktivitetit, i thash s'ma ka marrë mend se mundet më rrit kaq shumë, i thash. Se do kenë normal komunitetin. Atë sa jena. Nuk e njoh mua. Po pse kam pa dy, kam dyshu. Ta magara. Bravo. Tash jam tash po është tamam për ofër. Tash më kuptoj, më tamam. Tash bravo mendim. Ti marrë kur from Shkodra. Po. Ja ka vjedhëm në di free trovojet, por sinqerisht është kënaqësi që të kena pjesë të OZ, je pjesë e komunitetit dhe jep kaq shumë na thojmë që thrasim njerëz të marrën pak prej aty e këtu, por përmend që kena shumë njerëz në këtë komunitet që japin në mënyra të ndryshme, në forma të ndryshme, në drejtime të ndryshme, tani japim njëri tjetrit në një mënyrë apo një tjetër. Kjo është bukuria që Marku gjithmonë predikon për diasporën. Jo se predikoj unë ma pak, për Markun e kam ma kështu përpara. Në këtë një ma fanatik ose ma konservator, sepse na ka thënë një ftum këtu, profesor Eduard Aliko, edhe prej mend që nuk ka merret mend, kur tha janë disa kategori emigrantash. Edhe shpjegoi në mënyrë shumë bukur, tha emigrantët që kanë vitin 90 janë një fije më folklorik, kanë më nostalgji, kurse të 2000 janë pak më ndryshe, 2010, unë jam i 90. Imagjinojmë 2020 as do të jetë. Ja, ne jam barabar, por unë jam i vitit 90, domethënë kam një fije më të theksuar, prandaj na gjithmonë vlerësoj çdo gjë që sa më shumë vite kalojnë as më shumë mallkë. Po. Pra dashur miq, kënaqësi që ishit me ne sonte dhe një gjutë fjalët shkodrane të një shkodrani tjetër me humorin tipik. Në fakt kena pas shkodran, po tamam të mjeduk, tamam tipik shkodran, se na ke knoq me humor edhe me historit e tuja. Shumë kënaqësi që të patëm, me shumë kënaqësi të presim prap, edhe një verë
sa ma të bukur, sa ma suksesshme, bash qef, tesh me thonë që inshallah kena i ditë pushimit më shonë, se më thu jo, kam shku për punë. Ja, më në gjatë, faleminderit, kam nevojë. Edhe kur shkosh gjeje 1 minutë kohë, edhe shijoje bashkë me familjen tënde të mrekullueshme, shijoje ato ditë verët, ashtu si të punës edhe të pushimeve. Gjithashtu, edhe respekte pafund për familjen, tënde, nanën edhe babën, si e përmendi edhe Marko, një shkrimtar i vërtet. Miq dashur, deri në emisionin tjetër, mirupafshim dhe natën e mirë. Mirupafshim. Natën e mirë. Natën e mirë.